Të ikin Miçu Piçu. Ti e di se ku të iki? E di, andi. Ku? Edhe unë atje? Unë vetëm Kosovë iki për pushim. Shtë vi vetëm i vend që dua. I love Kosovo. Më fal, I love Kosova. Më fal, I love Kosova. E thash gabim. Izraeli thyen në marrëveshje, bombardon rënd Libanin. E i pesot ato bombat. Ledio, i ke bombat? Shiko çka bërë Izraeli sot, vlla, ka goditur disa... Thashe edhe për to monitor. Jo, ai na nxori ne Ledio këtu, nuk e di se pse. Po Ledio ka një... Do ta ketë Ledio apo? Do ta ketë Ledio atë imazhin e bombardimit, e ka po. Shifeni çik ka bërë nami sot Izraeli, vlla. Për mendimin tim nuk ka bërë keq sepse ka goditur Hezbollahun. Hezbollahu kishte ca IP Sebastian, një perë apo baza në ca baza që në Liban po. Në Liban, në jug të Libanit sigurisht. Dhe ka goditur më njëherë. Thashë vete, këta janë njerëz valla. Sa shohin që rreziku është atje, bam godasi s'marrin leje fare. Dikush thot, ja, urdhë shikoj. Le të çoj pak zërin aman. Allahu Akbar. Ba'ti wahad. Allahu Akbar gjinisht direkt, ë? Akbar këfar të bnet. A duka godit njerëz, ë? Allahu Akbar. Tani mund të jenë vrarë dhe njerëz atje. Nuk e di sa njerëz janë vrarë. Digjë gjinisht sa njerëz janë vrarë. nuk ka dhëna për viktima. Jo, ka. Nuk kanë qenë zona 21 plagosur. 21 plagosur dhe 2 të vrarë. Nuk kanë qenë zona me densit lartë, kështu. Po prap atje, do ke qenë 2-3 gojima që vini për kallës nga afër. 2-3 gojima ka gjithmonë këto funde. Po që ka llafin. Më tregua miku. Shumë nga ju pyesish domethënë gojim. Goj. Më keni çuar mesazh. Arian, të lutem na shpjegosh domethënë goj. Me kismen digje këtë emision sepse gjatë gjithë emisionit sonte një moment caktuar. Nuk e di kush, o Marsidi ose Gjinishi, po Gjinishi ka shumë mundësi të na shpjegon çfarë do të thënë goj, po. Sepse s'do të thënë goj. Më shpjegoj dhe unë, po Gjinishi di. Tani Gjinish, quhet thyerje marrëveshjes kjo? Patjetër. Po pse patjetër? S'kishin marrëveshje për Libanin këta? Jo, kishin marrëveshje armëpushimi me Libanin këto. Dhe kjo është e disata herë që ka thyer Izraeli. Çështja është, pra e dhi o prap Izraelin i familjes. Çështja është pse Izraeli bën armëpushim dhe i rikthehet luftës. Se kjo është. Do ketë një arsye apo? Po, pra, patjetër. Pse po mundohet t'i mbajë gjithmonë hapur konfliktet Izraeli? Ka disa arsye çani, po unë do them të mundohem për t'ia lënë fjalën edhe kolegëve se pak a shumë që të gjithë i kemi ndjekur këtë konflikt të 2 vitet e fundit, sepse janë konflikte të gjata me Gazën, me Libanin, tash me Iranin. Dhe le pothuajse i kemi trajtuar këto në një përmbledhje të shkurtër. Bibi i ka humbur gjitha konfliktet. Bibi. Po Bibi Netanyahu i ka humbur gjitha konfliktet. Në çfarë kuptimi? I ka humbur apo ka fituar? I ka humbur të gjitha përplasjet, të gjitha luftrat. Dhe kur themi humbur, tu nuk bëhet fjalë sa viktima civile ka njëra palët, sa viktima ka tjetra. Jo, nuk flasim për civil, jo. Nëse bën këtë analizë, shifrat janë në favor të Bibit. Po luftrat nuk fitohen me numrin e viktimave. Luftrat fitohen kur ti realizon synimet që i ke shpallur. Lufta më e gjatë është lufta me Gazën. Cilat janë synime? 25.000 të vrarë më duket, ë? Izraeli. Po, Izraelit të vrarë. Izraelit, pra. Po, janë shumë. Qartë. Për herë të parë nxori Ministria e Brendshme. E pe shifrën besoj. Po, shumë. Po ata, po nga ata sa ka pasur? Janë 55.000 vrarë këte nga krau tjetër, nga Palestinë. Dy fish me fjalë. Pa, tjetër. Dhe të plagosur shumë më tepër. Por, po thoja këtë, pse e ka humbur luftën, çani? Luftra gjykohet e fituar apo humbur kur palët që ndërluftojnë realizojnë synimet e shpallura. Në raport me Gazën, Bibi shpalli që do shkatroj Hamasin, ka vrarë lider, Hamasi lufton për ditë. E dini sa është intensiteti i aksioneve, sepse ato janë guerilës. Në ditë i Hamasit, 60 deri në 70 aksione. Çdo ditë vriten. Madje është shumë e çuditshme, në Gaza po them, ushtar izraelit. Madje shumë e çuditshme, këto kohët e fundit ka pasur një shtim të jashtëzakonshëm të intensitetit aksioneve që marrin këta të Hamasit. Pra luftra vazhdon për ditë. Megjithëse Gaza po ta shikosh është kthyer një katastrofë, domethënë. Nga imazhet ashtu duket. Po patjetër, ashtu është. E dyta çani. Çështja e Hezbollahut. Hezbollahut ai bëri goditjen më spektakolare se sigurisht që Hezbollahu është më organizuar se sa Hamasi. Me goditjen e kreut, liderit, me ato shkatrimet e mëdha. Por në fund fare, prapë se ka fituar luftën. Lufta në fund fare çani fitohet kur njëra palë nxjerr flamurin e bardhë, dorëzohet, ose kur ti ke arritur gjitha synimet tuaja. E njëjta situatë është dhe me Iranin. Bëri një luftë shumë shkurtër. Pse, përveç Iranit, pse me këto dyja e ka shumë vështirë Izraeli? Sepse quhen
luftra të parregullta. Nuk lufton një shtet me një shtet. Lufton një shtet me një grup gueril, me një organizat militante. Dhe e ke shumë vështirë. Këta lufton me proksit, me përjashtim të Iranit tani. Jo me proksit, lufton me një proksit është çështje tjetër. Këto luftojnë me Izraeli lufton me proksin e proksit e Iranit pratikisht. Po, ashtu është. Vetëm tani luftoj me Iranin direkt. Po themi me satelitët e gjysmës shiite atje. Dështoi dhe me Iranin. Kërcënoi Iranin, bëri goditjen, nuk ishte i aftë të tërhiqej nga lufta. Kulla, me qenë se kemi sot, meriton një kompliment të mirë, sepse që në ditën e parë të luftës, që në sulmin e... Nuk kanë eksit. Tha këtë, Izraeli mund të filloj luftën, por nuk e mbyll dot. Dhe ja ku jemi sot, janë të gjitha konfliktet hapura, detyrohet Izraeli për faktor të jashtëm, edhe për situatën e brendshme, që të bëjë një paqe të përkohshme, e prish paqen dhe rifillon luftën. Dhe arsyeja është pikërisht kjo. Fakti që e prisht dhe rifillon do thotë që si ka arritur. Ore sot, para disa orësh që u bë kjo, në drek, nuk e di se kur është bërë ky bombardimi në Liban. Nga ora 2 e drekës me sa. Po, ore pyetja është kjo gjinisht, ta kuptoj në njerëzit se po më çon mesazhe tani. Po ç'a duhet të bëjmë valla? Zbuloj që këtu Hezbollahu kishte baza që të futeshin këto, si quhen, raketat. Po. Dakor. Tani ç'a, o gjinisht ti ishe, vure ti vetë në vend të atyre. Ç'a do bëje? Do ta lije apo ta godisje? Ma thuaj ti valla. Ta them unë. Ç'a do bëje? Ka që thjesht historia, vlla, se ne e delikojmë nga ndonjëherë. Shumë e thjeshtë. Pra ai dhe ato nuk është ka gjut njerëz atje. Është shumë e thjeshtë. Po më thuaj. Nuk është Libani që ka pushtuar tokat e Izraelite, po është Izraeli që ka pushtuar tokat e Libanit dhe i mban pushtuar. Nuk është Hamasi i cili ka pushtuar Izraelin, po është Izraeli që mban pushtuar tokat palestineze. Nuk është Irani që i shpalli luftë Izraelit, po është Izraeli që i shpalli luftë Iranit. Në fund fare, besoj se e kemi kaluar një detaj, Çani, edhe ty të pëlqen detajet. Të gjithë ushtarët që luftojnë, që nga 7 tetori, deri sot, përveç stemës së flamurit Izraelit, ka dhe stemën e Izraelit madh. Kanë dhe stemën e Izraelit madh. Kaq është historia. Nga Nilin e Ofrat. Po, kaq është historia. Domethënë, të gjitha perceptimet tjera që ti kërkon ti analizosh me një logjikë racionale, politike, me ca referenca, ligjesh ndërkombëtare nuk vlen. Jo, nuk vlen. Ai zotëri është i bindur bashkë me ekstremin e djathtë dhe me këto grupet fetare ekstremiste ultraortodokse, ka shpallur projektin e tij. Do krijoj, më fal edhe një minutë, nëse mundesh. Nëse ka një rast vetëm botë që një shtet futet në një konflikt tillë me një jashtë çdo lloj referencë diplomatike, politike, ligji ndërkombëtar, por me referencë religjioze, unë nuk di këto 100 vitet, domethënë që nga 45 deri tani. Vetëm Izraeli ka bërë. Edhe një të fundit nëse e kam përmendur disa herë, problemi i Izraelit nuk është e fitoj luftën me Iranin apo me Hamasin. Problemi i Izraelit është me vetë izraelitët. Para dje, Çani, ose më mirë po themi që kur u vendos armpushimi me Iranin, parlamenti i Izraelit, Knesset, ka pas përdit përplasje pa fund. Forcat e sigurisë kanë ndërhyrë pa fund, nxirnin deputetët e gjitha palëve jashtë, është hap një debat shumë i fortë. Mu më ka bërë përshtytje një fjalim i Labidit, shefit të opozitës së Izraelit, i cili mbajti një fjalim shumë interesant. Ne jemi në prag të një lufte vllavrase. Dhe ai përmendi shefin e Shabakut, i cili është i rrezikuar jeta dhe do vritet nga izraelitët. Ky është problemi i madh i Izraelit. Izraeli është i kërcënuar vetë nga Izraeli, sepse ka krijuar një shoqëri të ndarë, ka krijuar një shoqëri, siç e thatë dhe ju, gojim gjithë bota dhe jemi ne, po kush jemi ne dhe brenda vetes vet ka shumë fraksione të tjera. Në moment izraelit, ato të famshin izraelitë e vranë. Në moment, po, asnjë s'ka vrarë lider politik në Izrael përveç vetë izraelitëve. Asnjë. Dhe në momentin që mbyllen konfliktet, Çani, Izraelitët do të fillojnë të merren me veten e tyre dhe kanë shumë keq. Edhe të fundit Bibi Netanyahu ka 50 që është në përgjykata dhe sapo vendoset armpushimi fillon rihapet cikli sepse janë. Kush ka një këndvështrim tjetër nga Sebastian, ke këndvështrim tjetër nga do ishte interesante. Ajo që mund të shohim në këtë moment është lidhur me këtë prishjen e thyrjen e marrëveshjes. Po, pra thyrjen e marrëveshjes. Pyetja është pse gjithmonë i thyen këto lloj marrëveshje, se kuptoj këtë që thot profesori, është e qartë kjo që thot që Izraeli gjithmonë ka këtë lloj interesi për të goditur, për të destabilizuar rajonin, por pyetja është pse ka këtë lloj interesi dhe pse ne dalim tek teza që ka probleme të brendshme. E para duhet të themi një herë që Izraeli tregoi që është fuqia e vetme operacionale ushtarake në atë rajon. Asnjë nuk i del dot përballë.
një shtet I cili Pa lufton. suportin e Amerikës apo me suportin e Amerikës? Një sekond, Po pra, është fuqi ushtarake në këtë kontekst, me suportin amerikan apo do pa? dalim të Dakor. Që ta dim të premisën. luftosh në disa fronte në të njëjtën kohë, me Huthit, me Hamasin, me Hezbollah, I rrethuar, me Iran, po. me gjithë brezin shiit që bëri Irani, kjo tregoj që ka supremaci ushtarake në rajon. Kjo nuk diskutohet. Është luftë me korrespondencë, nuk është luftë direkt. Ka ushtarake më shumë se çdo vend tjetër rajonal. E dyta, është Izraeli që sulmoi Iranin për të treguar që është I gatshëm të bëjë të pamendueshme për të mbrojtur interesat e veta strategjike. Edhe jetike. Dhe e treta, përveç se I theu të gjitha krahët e Iranit, I tregoi të gjithë pellgut atje se kush është vendi që vendos fatet e rajonit. Po ky vend që vendos këto fatet e rajonit është një vend I cili po kryen gjenocid në Gaza. Po ky vend që vendos fatet e rajonit dhe ka këtë lloj supremacie ushtarake në të gjithë rajonin, është vendi që I ka trembur të gjithë arabët me goditjen që I bëri Iranit, sepse cënoi sovranitetin e një vendi tjetër. Dhe po të lexosh të gjitha deklaratat që kanë bërë vendet arabe, cënimi I sovranitetit është gjë shumë e rëndë dhe amerikanët e kanë thënë një gjë të ngjashme siç e thanë rusët dhe kinezët. Në krahun tjetër kemi edhe një pasojë që ka ndodhur që është thyerja e linjave me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Se si I bëjnë llogarit izraelitët vet për çështjen e rajonit atje, kjo është çështje e izraelitëve. Politika e tyre, me aq sa unë kuptoj, është për çfarë sundo. Gatishulli arabik, për aq sa ne e njohim, me dy fuqi, me dy pole të mëdha që janë turqit dhe sauditë dhe iranianët që qëndrojnë në krahun tjetër, ka një ndarje të katër fisht brenda vetes. Ka një ndarje militariste tip fashiste që është Egjipti, ka një ndarje socialiste islamike siç është Irani me revolucionin islamik, ka një ndarje islamike siç e përçon Saudia sot dhe ka një ndarje reformatore islamike siç tenton ta përçojë sot Turqia. Në të gjithë këtë pellg kaq të madh, me 3-400 milion banor, Izraeli nuk është askund. Pra të gjitha ato që ka aty rrotull, ai tenton ose t'i bëjë aleat për 10, 15 apo 20 vjet dhe pastaj gjen një aleat tjetër lëviz në të gjithë këtë rajonin e mundshëm. Për dalë tek ajo që tha Marsidi, po, janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe pyetja që bëhet gjithmonë, Noam Chomsky thot që a është Izraeli një qenë gjau I SBA-ve në rajon, dhe John Mearsheimer bën një pyetje tjetër, a është lobi I cili është ai që e sjell Amerikën gjithmonë në rajon. Këto janë dy pyetje në gjeopolitikën e rajonit të lindjes së mesme, nga dy figura të shquara dhe eminente të filozofisë dhe gjeopolitikës, që bëhen sa I përket asaj situate. Ajo që ne kuptojmë është kjo. Sipas mendimit tim, vetë Izraeli nuk është I interesuar që të ketë një definim territoresh. Pse? Sepse Izraeli është shtet kolonialist që ka marrë territoret e një vendi tjetër. Pra ka kolonizuar në bregun perëndimor, ka kolonizuar në Liban. Në kartën e OKB-s, një vend është rikthyer në trojet e veta dikushme apo jo? Jo. Dgjoj, kjo është pak paradoksale, sepse për të njëjtën arsye që ti bombardon Iranin, që I thua ky e ka pushtetin nga Zoti, për të njëjtën gjë ti thua ma ka lënë Zoti tokën në Bibël. Pra, si thua bie në një lloj paradoksi në këtë. Ky është problemi I keq, domethënë dorësh argumente religjioze në marrëdhënie politike. Kjo nuk kanë jetuar ata. Kohën e Krishtit. Kohën e Jezus nuk kanë jetuar atje, nuk ka pas hebrej. Kot me të pyet. Kohën e Davidit ka pas shtet. Pse në kohën e Jezus nuk ishte? Po sikur të përdorim këtë dimension dhe këtë referencë dhe I themi amerikanëve dhe presidenti Trump ikni tash në Gjermani dhe nga keni ardhur dhe jepni indianit shtetin që kam patur. Pra nuk duhet përdorur pra ti thonë. Sigurisht nuk përdoret pra, po them si argument kjo. Unë kam pas 2000 vjet përpara shtet dhe hajde. Është një lloj si dalin këto ultranacionalistët modern shqiptarë dhe I thonë, po si vendosen? M'fal, ti thonë Serbisë X se kjo ka qenë Iliri e gjitha. Kush ishin këta malukat? Kush ishin këta mëkatarë që çuan që dori ta bëjnë atje? Kjo është lobi I fuqishëm. Britanitët I dhanë. Tani po flasim për raport forcë do flasim moral dhe drejta. Ta them me një fjalim false. Izraeli që nga momenti I krijimit dhe deri sot qëndron mbi çdo ligj, mbi çdo referencë që gjithë bota e ka marrë në konsiderat. Dhe ky është problemi më I madh I Izraelit. Çdo fuqi e madhe ka qëndruar gjithnjë mbi drejtën ndërkombëtare. Siç kanë qëndruar amerikanët mbi drejtën ndërkombëtare, siç kanë qëndruar rusët me çeçenët me Ingushetin, siç ka qëndruar francezët me Malin në Afrikë etj. Edhe izraelitët qëndrojnë në këtë lloj rasti mbi drejtën ndërkombëtare. Dhe arsyeja është shumë e thjeshtë. Janë fuqi e madhe sepse kanë bomba bërthamore. Dhe argumenti që përdoret në këtë lloj rasti është bëje ose vdis.
Pra, sot, deri dje, Korea e Veriut nuk kishte bombë bërthamore, sot Korea e Veriut është në ligën e të mëdhenjve. Në këtë aspekt, prandaj, po shkojmë drejt një çorganizimi të organizuar deri diku. Shumë e më shumë vende do tentojnë që të shkojnë drejt armës bërthamore, armës çuditëbërëse. Dhe bukurar që Izraeli se ka fare në atë doktrinë e vetë, nuk e thotë kemi apo jo. E parti është i vetmi vend që nuk e thotë. Po normal, ja. Nuk e thotë, as e kemi, as nuk e kemi. Gjëra që nuk thuhen. Jo, të gjithë e thonë. Izraeli nuk e thotë pra. Çdo shtet që ka bombë bërthamore e thotë, që ka për mbrojtje. Çfarë kushton? Izraeli nuk e thotë fare. Dhe bota nuk e përmend. Dhe bota nuk e përmend gjithashtu, nuk ekziston. Ke 9 shtete, 9 fuqi të mëdha që kanë armë bërthamore, Izraeli nuk është. Pra është i vetmi, prandaj po them. Dhe këto shkojnë kontrollojnë tecet e Iranit. Por që ka Izraeli, më thjesht nuk e thon. Izraeli është rast. Fjali Game of Thrones, që kemi folur në fundit, është një shprehje shumë e bukur, që thot një mbret i cili thot të tjerëve që unë jam mbreti, nuk është mbret. Në këtë kuptim, një fuqi e cila ka nevojë që deklarojë që kam bombë bërthamore nuk është fuqi. Jo, s'është kaq e thjeshtë. Për të arritur më ta them unë, se ke një agjenci atomike e cila kryen një sekondë, s'është kaq e thjeshtë. Atëherë, ka traktate bërthamore, ka rezoluta ndërkombëtare, po pastaj fol sipër, po dalë të flas. Një sekondë. Kur flitet për një bombardim, siç ishte rasti i fundit, nuk flitet thjesht për bombardimin e një ndërtese, e cila i përket Hezbollahut ose një grupi tjetër paramilitar terrorist. Flitet gjithmonë për bombardimin e shpresës për paqe ose të frikës, meqense se kemi në raport forcas. Është simbolike ajo. Dhe çfarë ndodh? Në një moment që Shtetet Bashkuara të Amerikës, po merremi me duken, flasin gjithmonë për negocim dhe armë pushim në Gaza ose në Iran, hapet një front i ri luftën t'i ban. Tash nga pikpamja funksionaliste, kujt i shërben dhe pse duhet një front i ri? Dihet që Bibi Netanyahu ka probleme politike brenda vendit. Qartë. Me gjykatat e tjera, me zgjedhjet, me mbajtjen e postit, dhe gjithmonë një front i ri lufte e mban dhe më gjatë në pushtet. Pa në kuptim funksionalist përfiton një vetë leadershipin drejtues, konkretisht Bibi Netanyahu. E dyta, gjithmonë flas nga ato që shikojmë sipërfaqe, nuk po futem akoma në thellësi. Duhet gjithmonë një front i ri lufte në kuptimin që ti as nuk po thyen armë pushimin në raport me vendet para se të ndodhte armë pushimi, pra që konkretisht Irani dhe Gaza, kemi front të ri i cili ndodhet Liban. Në këtë kuptim, edhe je brenda marrëveshjes, po edhe si je brenda marrëveshjes. Qartë. Pra edhe luan atë qenin e tërbuar që thot Sebastiani, por nganjëherë tregon që je qeni i tërbuar, por që nuk ke një kapistall ose një litar rreth fytyrës i cili komandon dikush tjetër. Në këtë kuptim unë mendoj që është një kufi shumë i hollë në cilin Izraeli edhe bën sikur bindet deri diku për të pasur alat Shtetet Bashkuara të Amerikës, po edhe kalon këtë kufi për shkak të interesave të veta qofshin këto politike, gjeopolitike dhe të fortës. Kaq kishte. Florian, ke ndonjë për të thënë për këtë, nuk dua të trazoj shumë këto gjëra. Jo, kam diçka për të thënë që është shumë interesante, me që Marsidhi e nisi me shprehjen e Game of Thronesit dhe Marsid. Po. Unë dua të kujtoj, dua të bëj pak fare histori. Në 6 tetor të 73-shit, që është dita e Yom Kippurit, Yom Kippuri është festa e shenjtë hebraike. 7 tetor i bie. 6 tetor. A ka qenë, a u bë dhe sulmi fiks në ditën e Yom Kippurit? 6 tetor, po pra, 6 tetor 73. Po pra. 6 tetor 73. 7 tetor e bën këto. Në 7 tetor u bë sulmi paqe, u e lidhën me atë. Pra po, e lidhën me atë, po në atë vit se nuk bie çdo vit festa në të njëjtën ditë. Në 73-shin ka qenë 6. Ah, dakor. Ndryshon. Dhe ndodh ajo që ndodh, Egjipti e sulmon nga jugu, Siria, Izraeli, Siria nga ana tjetër dhe bëhet lufta 19 ditore ku kryeministre ishte Golda Meir. Dhe për të kundërshtuar pak atë ndoshta që tha Gjinishi, po edhe Marsidhi, që kanë Amerikanët nga mbrapa. Deri diku thash. Deri diku, unë dua të them që a është Amerika që komandon Izraelin apo është kundërt? Pra, kanë Amerikanë nga mbrapa, Izraeli ka Amerikën nga mbrapa, apo Amerika ka Izraelin nga mbrapa? Do më lini pula vezë apo ka pula? Do më lini të them 2 momente nga filmi që është i bazuar në histori. Patjetër, po. Momenti i parë është kur kryeministria Golda, me cigarën dorë që e mbante. E kam para do vitet, po, interesant ishte ajo. Merr presidentin e SBA-ve të kohës dhe i thot kam nevojë për avion pa dukshëm dhe ai thot nuk kam. Dhe Golda i thot, "Okej, thot president, thot se më duhet të flas me ca miqtë e mi në Amerikë." Dhe ai thot I kam avionet për ty. Sa I tha këtë? Është sigurisht. Dhe momenti tjetër është kur Kissinger, I ndjeri tani më se vdiq 100 vjeç, që I thoshte Goldës që unë jam Amerikan, jam sekretar shteti, pastaj jam dhe izraelit. Pasi u detyrua të hanë ushqimin që kishte gatuar Golda dhe shtëpia e saj, se duhet ta bënte ritualin për treguar dhe besim.
u detyruat bënte sërish çfarë thoshte Golda, duke i vënë Golda ultimatum sekretarit shtetit që derisa të shkosh në Amerikë, duhet na thotë ne. E në këtë kuptim, unë nuk kam parë një president tjetër SBA-ve përveç Donald Trumpit që i rregullon karrigën Bibit para se të ulet. Ja rregullon. E vërtet është. Jo që po e troqe, pastaj hop. Kështu që njerëzit që na ndjekin tani mund t'i bëjnë vetë llogarit. Unë po ju jap vetëm informacionin se kush është pushteti dhe kush është batues. Faleminderit Flokë, duhet Atëherë mund të themi diçka. Se Po thuaje po. Ky është debati i madh. Dhe pyetja që i kanë bërë Kullës atë natë, premtën e shkuar ishte Iliri thash, sa që ndron ajo teza që kur bëhet thirrje për armpushim, i jepet vetëm njërës urdhri për armpushim, pala tjetër mund të bëjë çfarë doj. Ato orët e para jepet njërës. Dhe ja çfarë ndodhi. Po. Dhe në vitin e shkuar, o profesor, se ti ndjek ato, në më pak se 2 muaj, një muaj e pak, Izraeli e ka shkel armpushimin me Libanin 301 herë. Me Libanin? Me Libanin. Pra, u firmos marrëveshjen 2024 në nëntor, në më pak se tetor, në më pak një muaj e gjys, 301 ishte shkelja në datën 27 nëntor. Normal, pse marrëveshje që firmosim ne do na ndalojnë të bëjmë atë që duam. Kështu që kush është perandoria është nëse mundem se u them ta mbyllim. Jo, e mbyllim 20 sekonda, nëse mundem. Kush dominon kë? Kush dominon kë? Jo, po është Izraeli që ka Amerikën brapa, apo është Amerika që ka Izraelin brapa? Unë mendoj që përgjet një gjuhë përbashkët, pa hyrë në detaje, se çdo rast ka specifikat e veta. Izraeli është krijimi i Britanisë dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës kryesisht. Është produkt, është fëmijë e tyre. A ka Izraeli pushtet Shtetet Bashkuara të Amerikës? Patjetër, ka lobinje të jashtëzakonshme, sepse ka lobimin numër 1 të financave të botës në radhë parë, pastaj gjëra të tjera. A është Izraeli një projekt amerikan për dominuar lindjen e mesme? Po patjetër. A është shteti 52 Amerikës do të thosh? Është mbi 30% energjisë të gjithë botës që eksportohen për gjithë botën. Gadishulli bën. Naftën dhe gazin nga aty del 30% e prodhimit të gjithë botës. Pra, nëse lindja e mesme me këtë pasuri kaq të madhe, do kishte qenë e qetë, e pakërcënuar, e paqët, marrëdhënie të fisme me fqinjët, në influencë pse duhet ishte në influencën amerikane? Mund të shkonte edhe tek rusët, mund të shkonte edhe tek kinezët. Pra, nëpërmjet Izraelit, lindja e mesme në politikën e madhe, lojën e madhe geopolitike. Sa ta mbaroj pak lutem. Qëndron të parët kanë qenë Bashkimi Sovjetik që ishin me Izrael. Pastaj u ndryshua edhe erdhi Amerika. Asnjëherë. Po tani historia kështu është. Po nuk është Izraeli produkti i Bashkimit Sovjetik. Amerikanët kanë qenë më parë me arabët, pastaj kanë qenë me iranianët. Jo produkt. Historia është gjë tjetër. Ta mbaroj pak lutem. Nis historia në 70. Ta mbaroj pak lutem më burr, se po 48 po flasim gjatë gjithë kohës. U themelua nga ato, nuk u themelua nga rusët. Sigurisht i kanë pas marrëdhënie qëndrueshme edhe me rusët. Rusët kanë pas aleanca të tjera në rajon, për shkak të aleancave të tjera që ka pas perëndimi, po ke Izraeli e rusës kanë pas përplasje. Kanë qenë tërhequr sepse kanë stafetën e kanë Shtetet Bashkuara të Amerikës, Britania në radhë parë dhe të gjithë tjerët. Për sa i përket, kush, dhe këtu duhet të qëndroj, kush e drejton Amerikën? A drejton Amerika Izraelin apo Izraeli Amerikën? Harrojeni këtë pjesë. Politika amerikane nuk pyet për Izraelin. I merr vetë se po t'ishte kjo situatë çani, po t'ishte që Izraeli e dominon dhe i merr vendimin në shtëpitë e bardhë dhe jo Trumpi, sot ne nuk ishim në armpushim me Iranin, po ishin fut trupat sepse kërcënimi numër 1 i Izraelit dhe me të drejtë në konceptin ushtarak është Irani. Irani shkoi bëri qokën sepse ngecin atë luftë, për herë të parë Izraeli është fuqi rajonale, po jo absolute, për herë të parë digjet Tel Avivi, Jafa, gjithë për herë të parë janë godit, dhe Izraelin është fuqi, por nuk është më fuqi absolute. Dhe Irani, dhe nëse nuk do hynte, dhe nëse po të gjitha rastet. Nuk themi ushtarakisht, ne po themi që ai lobi që thua ti, që ne kemi gjetur një fjalë për të thënë lobi, po në fakt janë ata që kanë levat e ekonomisë dhe të bankave në SBA. Ata që kanë paratur gjithë botën, eksakt, po në momentin që ke atë, ti mos më thuaj mua që Amerika ka 300 milion, Izraeli ka më pak. Të e dim, më fal, 300 milion, ai e ka Chelsea në dorë, edhe 300 miliard pjesë. Kështu që kush e komandon? Atëherë unë po të sjell një produkt. Lobet izraelite, jo domosdoshmërisht janë të unifikuara me qëndrimet që ka Netanyahu. Dakor. Këtu po. Dhe unë po të sjell të njëjtin argument që u përmend këtu. Ky është argumenti. Një nga kokat
më të mëdha, besoj se bien dakord. Politikës ndërkombëtare këtij shekulli ishte Kissinger. Kissinger, yes. Kissinger para se ta, dhe ai është marrë ishte hebre, është marrë me Izraelin pafund, domethënë. Dhe ai para se mbyllte syt tha një fjalë shumë të madhe. Ku tregoi dështimin se si ka shkuar ecuria e themelimit të shtetit izraelit në raport me fqinjet, se ka i problemo, mund të bësh një shtet fort, por nuk mund të rish 100 vjet në luftë. Duhet të krijosh marrëdhënie me fqinjet. Dhe Kissinger i mbyll para se të mbyllte syt tha kështu. Në një farë mënyrë ishte një kërkim ndjese për politikën që është ndjekur, e cila ka qenë gjithmonë influencuar nga këto qarqe dhe lobingje ekstremiste, cilët e kanë sjell Izraelin në këtë pikë shumë problematike, s'ka qenë asnjëherë kaq keq Izraeli. Kissinger i tha kështu. Logert, tashmë jemi vonë, gjithçka ka mbaruar dhe ky është problemi i madh i Izraelit. Si do dalin nga kjo formë? E qartë. Kjo teori është interesante. Atëre, erdhëm në dio, quhet ambiguitet, por tham, Izraeli është i vetmi shtet në botë që as nuk thot që se kam bombë nukleare, as thot që e kam. Quhet ambiguitet nuklear, thotë e no, është doktrina që nuk e pranon e ke apo nuk e ke. Në dhomën e përfaqësuesve gjinish, ka informacione, nuk jam për ju, informacione për ata që na ndjekin. Në dhomën e përfaqësuesve 335 nga 435 antar, rreth 77% domethënë, po themi parlamentit në Amerikë, morën fonde nga AIPAC-u. Saktë. Lobimi më i fuqishëm hebredja. Dhe, po pra, përmes këtyre PAC, që janë këto PAC. PAC janë këto Public Affairs Committee, që janë këto Komitet për Marrëdhënie Publike, që janë ligjërisht. AIPAC hynte super PAC. Ke parasysh? Bashkimi. Bashkim, po. Konglomeratin. Pra, Flogert, qa perle, nga 335, 400, pra, në parlamentin, dhe në profesuze është kjo, pra e vogla, e ulta. E ulta, po. 335, nga 435, pra rreth 77%, marrin fonde nga AIPAC-u. 135 demokrat dhe 200 republikan. Këto janë informacioni që jep politico.com. Që ka tjetër? Ka që ka, thjesht për të kuptuar këtë që Izraeli është mbrapa Amerikës apo Amerika mbrapa Izrael. Me që na fjale dio, ikim për mi Giro në Dorelan, pasaj i këthemi të miqët e mi, për të vazhduar këtë emision të fundit për këtë sezon. Se arvat ju them, një sekundë dhe dio. Ne do jemi dhe në Korikë, do jemi të gjithë dhe në Korikë bashkë. Do jemi të martë, të mërkur dhe të premte. Sigurisht do jemi me inteligencë artificiale, pra nuk do jemi fizikisht, po njerëzit do na shohin me IA. Me avatar. Me avatar. Do jemi këtu. Do jemi këtu, po.